Të krishterët besojnë, jahudët besojnë, muslimanët besojnë, por edhe shumë kombësi tjera besojnë fe të ndryshme. A janë të gjithë njerëzit besimtarë? Dhe çka do të thonë fjala besimtar ashtu pak ta sqarojmë më konkretisht. Po, Allah është problem edhe një herë. Edhe kjo është një bindje e gabuar të njerëzit. Se njerëzit kur dojnë me thonë diçka thot, po krejt jemi besimtarë ne. Edhe aja që, edhe unë e këtu, edhe ai lindje, edhe ai përretim, krejt jemi besimtarë. Kur themi krejt jemi besimtarë, çfarë besimtar jemi? Se njëri prej këtyre është besimtar i vërtet. Se mundet dikush të beson në gur, edhe ai është besimtar i gurit. Ka dikush beson në lopë dhe është besimtar i lopës. Me shkune ka India, ato për Zot kanë marrë lopën dhe lopën e kanë Zot. Edhe ai është besimtar në të vetën lopë. Por s'muj me thonën edhe ai, edhe une, edhe ki qemi besimtar, njësaj, para Allahut. Edhe krishterët besojnë. Edhe judaizmi dhe qifutët besojnë. Edhe muslimanët besojnë. Budistët kanë Zotin e tyre. Edhe satanistët kanë Zotin e tyre. Satana kanë djallin, kanë shejtanin. Edhe ato për lider dhe për imam e kanë marrë shejtanin. Edhe çka që thotë ai ato punojnë. Edhe ato besojnë me një farë mënyre, por besimi i tyre sa është i vërtet. Këtë rast bindja e njerëzive se krejt njerëzit janë besimtar, edhe krishterët, edhe jahudit, edhe muslimanët, edhe budistët, edhe të gjithë njerëzit të shtimi me një kosh dhe me një thes, themi kjo nuk pranohet. Edhe pse ato në besim thojnë, ne besojmë Zotin. Edhe këtu të jemi pak më precis. Ato, edhe nëse thojnë Zot, edhe nëse besojnë në Zot, por nuk besojnë në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ato nuk mundën me qenë besimtar. Se kur ti pjesish krishterët në tauhidin rububie, kush e krijoi qiellin, ato thënë Zoti. Kush e krijoi tokën, ato thënë Zoti, besojnë Zot. Kur ti pjesish ato kush e krijoi, domethënë ke gjithësi, ato nuk thojnë përpos se Zoti. Mirë po, a thu vallë këto me këtë besim janë bo besimtar tamam apo jo? Themi përderisa nuk e ka edhe fjalën e dytë, se fjala la ilaha illa Allah do më thonë nuk ka të adhuruar Zot të vërtet, përpos Allahut një. Dhe fjala e dytë për me vërtetu fjalën e parë është Muhammed Rasulullah. Muhammedi është i dërguari i Allahut. Nëse këtë fjalën e dytë nuk e kanë, nuk mundën me qenë besimtar tamam. Për atë muslimani ka të për atë edhe muslimani kur e thot këtë fjalë, pra fjalën la ilaha illallah, vetëm me këtë fjalë nuk mundet e ta kupton përderisa nuk e merr fjalën e dytë Muhammed Rasulullah. Për atë çdo njeri i cili don të beson, sepse edhe krishterizmi, edhe judaizmi, ato thrasin në veti se janë religione dhe janë fe monoteiste. Edhe ashtu është në për librat e botës, por Islami është fe monoteiste. E nëse dojnë ato ta kenë fejnë e tyre monoteiste një, duhet me të vërtet Zotin e vërtet ta kërkojnë. Se sipas tash nuk duhet dal prej temës të krishterët, kur ato e marrin Jezu Krishtin për Zot, njëherë i thojnë biri Zotit, pastaj e marrin si Zot, pastaj jam veshin edhe i thojnë Merjemës, Hazreti Merjemës, se është nënë e Zotit, e bindja e këtyre njerëzive, duke hi më thellë, ato faktikisht janë besimtar, por besimi i tyre është i gabum, sipas Islamit, sepse Islami është fe monoteiste dhe Islami është i vetmi fe dhe vetmja fe e cila edhe do të pranohet te Allahu Ndur Xhelal. Për atë, ai i cili e ka fjalën një Zot dhe ai i cili beson në një Zot, edhe pse pretendojnë, edhe në Shkup, edhe ku ti pjesish Maqedont, por edhe tjerët nacionalitete, çka nuk janë musliman, po janë krishterë, ato thonë një Zot besojmë. Ne jemi besimtarë që besojmë një Zot. E ky besim në një Zot nuk do me thonë se ato do t'i qonë ka xheneti, përderisa nuk e vërtetojnë fjalën e pejgamberit alayhis salam dhe nuk e vërtetojnë fjalën Muhammed Rasulullah, atëherë ne themi këto janë besimtar, sikurse na thot neve Kur'ani dhe sikurse na thot do me thonë thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një herë themi është bindje e gabuar e njerëzve kur ato thonë se krejt njerëzit janë besimtar. Nuk mundën me qenë krejt njerëzit besimtar.